Do thot, nëse zgjidhet prokurori nga populli, se zgjidhet në Shtetet Bashkuara të Amerikës apo gjyqtarët, atëherë ata nuk japin llogari fare partive politike. Që do të thot, llogarin ata e kanë vetëm me popullin, me shumicën që i ka votuar dhe kështu do t'i japin drejtësi. Por mënyra se si janë konfiguruar këto institucione, patjetër që ka një ndikim politik, megjithatë ka një, le të themi, presion nga ana e ambasadës së Shtetet Bashkuara të Amerikës, nga zëvendësa ambasadoria, e cila në një takim publik, edhe pse ishte vendosur në prani afër me zonjën Balluku, ajo as nuk e pa fare në sy, nuk e dha as dorën, pra ndonse zoti Rama e kishte vendosur me qëllim, a pa qëllim, kjo nuk e di si vendosen të ftuarit, por e kishte vendosur afër ambasadores amerikane zonjën Balluku, në mënyrë që t'i jepte një lloj, le të themi, opinioni në publik që kishte mbështetjen e amerikanëve, por ambasadoria nuk i dha as dorën, as nuk e pa fare në fytyrë. Pra, kjo tregojnë, këto gjeste tregojnë shumë